E drejta për qasje në informata në përgjithësi është esenciale për llogaridhënien dhe qeverisjen e mirë. Fshehësia është djepi i korrupsionit, abuzimit të kompetencave dhe keqmenaxhimit. Kështu, transparenca si njëra prej parimeve themelore të qeverisjes së mirë paraqitet si një mjet i fuqishëm për parandalimin e korrupsionit. Publiku duhet të jetë i njoftuar mbi vendimet e marra nga institucionet publike. Një institucion transparent dhe një procedurë transparente ka më pak mundësi të përfshihet në abuzim sesa një institucion apo një procedurë jo transparente. Kështu, përmes transparencës, qytetarët nuk janë vetëm marrës të shërbimeve publike, por ata paraqiten edhe si gardian të mirave publike. Shumë prej ligjeve në fuqi kanë përcaktuar dispozita specifike që obligojnë institucionet që të jenë transparente para publikut. Institucionet duhet që në mënyrë proaktive të informojnë publikun mbi aktivitetet e tyre dhe të dëshmojnë përkushtim dhe përpjekje për ngritjen e transparencës. E drejta e qasjes në dokumente publike është e drejtë e mbrojtur me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Neni 41 i kësaj kushtetute ka përcaktuar se secili person gëzon të drejtën e qasjes në dokumente publike dhe se dokumentet që mbajnë institucionet publike dhe organet e pushtetit shtetëror janë publike, me përjashtim të informacioneve që janë të kufizuara me ligj për shkak të privatësisë, të sekreteve afariste ose të informacioneve të klasifikuara të sigurisë. Me qëllim të jetësimit dhe fuqizimit të së drejtës së qytetarëve për qasjen e dokumente publike, Kosova ka miratuar ligjin për qasjen e dokumente publike. Ky ligj garanton të drejtën e secilit person, pa diskriminim mbi çfarëdo baze, për të pasur qasje në dokumente publike, të prodhuara, pranuara, mbajtura apo kontrolluara nga institucionet publike, si dhe të drejtën për ripërdorimin e dokumenteve të sektorit publik. Sipas ligjit për qasjen dokumente publike, institucionet publike duhet që në mënyrë proaktive të publikojnë dokumentet zyrtare. Kjo me qëllim që institucionet publike të garantojnë transparencë në mënyrë proaktive pa pasur nevojë të pranojnë një kërkesë për qasjen e dokumente publike. Në këtë drejtim, ligji për qasje në dokumente publike ka përcaktuar se institucionet publike detyrohen të publikojnë në mënyrë proaktive çdo dokument publik të prodhuar, të pranuar, të mbajtur apo të kontrolluar në formë elektronike përmes publikimit në faqen zyrtare të institucioneve publike, pavarësisht kërkesës së personit për qasje. Secila prej institucioneve publike ka faqet e tyre zyrtare, të cilat vazhdimisht duhet të përditësohen me dokumente të ndryshme publike, ashtu që publiku lehtësisht të qaset në këto dokumente. Por, çfarë konsiderohet një dokument publik? Ligji për qasjen e dokumente publike ka definuar këtë, ashtu që sipas këtij ligji, dokument publik nënkupton çdo akt, fakt apo informat në formë elektronike apo me zë, formë të shtypur në incizime vizuale apo audiovizuale, të prodhuara apo të mbajtura nga institucioni publik. Ky ligj po ashtu e ka definuar edhe informacionin, që nënkupton, por nuk kufizohet në të dhëna, fotografi, vizatime, video, film, raport, akt, tabel, projekte, drafte, ose shtesa të tjera të cilat prodhohen, pranohen, mbohen ose kontrollohen nga institucionet publike, pavarësisht nëse janë të përfshira në ndonjë dokument, si dhe pavarësisht burimit, kohës së krijimit, vendit të depozitimit, ose ruajtjes, mediumit ose formës në të cilën gjendet, emrit ose institucionit publik në emër të cilit është krijuar ose çfarëdo karakteristike tjetër. Kështu, dispozitat e ligjit për qasjen në dokumente publike mundsojnë qasjen në dokumentet dhe informatat publike sipas këtyre kuptimeve. Përkundër se institucionet publike duhet që në mënyrë proaktive të publikojnë dokumentet publike, kjo nuk ndodh gjithmonë. Në shumë raste, një qytetar i cili dëshiron të qaset në një dokument të caktuar publik,
të një institucionit të caktuar, ka mundësi mos ta gjeja dokument publik në faqen zyrtare të një institucionit të caktuar publik. Në këtë situatë, secili qytetar ka të drejtën të parashtrojë kërkesë për çastje në dokumente publike. Sipas ligjit, parashtruesi i kërkesës për çastje në dokumente publike nuk është i detyruar që të jap arsye për përdorimin e dokumenteve publike për të pasur çastje në këto dokumente. Kërkesa për çastje në dokumente publike mund të drejtohet secilit institucion i cili e ka prodhuar, pranuar, i cili e mban apo e kontrollon një dokument të caktuar publik. Nëse kërkesa për çastje në dokumente publike është dërguar gabimisht në një institucion tjetër, ashtu që institucioni publik nuk e prodhon apo nuk e pranon, apo nuk e disponon ose kontrollon dokument publik, mirë po ka njohuri për institucionin tjetër publik që e ka prodhuar, pranuar, disponuar apo kontrolluar atë dokument publik, me njëherë, por jo më vonë se 5 ditë pune nga dita e pranimit të kërkesës nga kërkuesi, detyrohet që ta informoj dhe udhëzoj kërkuesin për tek institucioni përkatës publik. Nëse institucioni të cilit gabimisht i është drejtuar kërkesa për çastje në dokumente publike nuk ka informacione për institucionin i cili e prodhon, bon apo kontrollon dokumentin e kërkuar publik, atëherë institucioni obligohet që ta njoftoj parashtruesin e kërkesës që t'i drejtohet Agjencisë për Informim dhe Privatësi dhe kjo e fundit e njofton të njëjtin për institucionin të cilit duhet t'i drejtohet. Nëse nuk paraqitet kjo situatë, pra, nëse parashtruesi i kërkesës i drejtohet institucionit që prodhon, pranon, bon apo kontrollon dokumentin e kërkuar publik, atëherë institucioni publik është i obliguar që t'i përgjigjet parashtruesit të kërkesës brenda afatit prej 7 ditëve. Përkatësisht, institucioni publik detyrohet që brenda 7 ditëve, pej kohës së regjistrimit të kërkesës, të nxjerrë vendim për lejimin e çastjes në dokumentin e kërkuar ose të nxjerrë vendim të arsyetuar për refuzimin e plot apo të pjesshëm. Dhe për këtë e informon kërkuesin për të drejtën që ai ka për të kërkuar rishqyrtimin e kërkesës, si dhe kur dhe ku të paraqitet kërkesa e tillë. Megjithatë, kur dokumenti publik i kërkuar, i cili në bazë të një vlerësimi të arsyeshëm shihet të jetë i nevojshëm për mbrojtjen e jetës apo lirisë së një personi, institucioni publik detyrohet të ofrojë përgjigje brenda afatit prej 48 orëve. Ndërkaq, në rastet e caktuara, duhet theksuar se ligji lejon mundësinë që institucioni publik ta zgjat afatin edhe për 15 ditë shtesë për dhënien e përgjigjes, dhe kjo mund të ndodhë në rastet kur dokumenti duhet të kërkohet brenda një numri të madh të dokumenteve apo jashtë institucionit publik, ose në rastet kur me një kërkesë kërkohet një numër i madh i dokumenteve publike nga e njëjta palë. Por, cila është forma e çastjes në dokumente publike? Në rastet kur institucioni publik lejon çastje në dokumente publike, parashtruesi i kërkesës për çastje në dokumente publike ka të drejtë të zgjedhë formën për çastje në dokumentet e kërkuara. Sa i përket shpenzimeve, ligji përcakton se një tarif mund të ngarkohet parashtruesit të kërkesës për kopje të dokumentit publik, e cila është e arsyeshme dhe nuk mund të tejkalojë shpenzimet e vërteta të riprodhimit dhe furnizimit të dokumentit. Duhet theksuar se parimi është se të gjitha dokumentet janë publike. Kështu, në parim, qytetarët kanë të drejtë të çasten në të gjitha dokumentet. Sipas ligjit, çdo kërkues ka të drejtë të ketë çastje në dokumente publike. Megjithatë, normalisht, në praktik paraqiten situata kur për arsye legjitime, çastja në dokumente publike, kërkesa për çastje në dokumente publike duhet të refuzohet. Vetë ligji për çastje në dokumente publike ka paraport situatat dhe procedurat për refuzimin e çastjes në dokumente publike. Megjithatë, duhet theksuar se refuzimi i çastjes në dokumente publike
nuk mund të bëhet për arsyet apo bozat e tjera të cilat nuk janë të parapola me ligj. Madje, as bozat e përcaktuara me ligj nuk mund të aplikohen në mënyrë arbitrare. Në këtë drejtim, ligji për çosjen dokumente publike ka përcaktuar se pavarësisht nga cila do boz e lejuar për refuzimin një kërkese për çosjen dokumente publike, një institucion publik nuk mund të refuzoj të tregoj nëse ka në posedim një dokument apo të refuzoj çosjen e një dokument publik, përderisa nuk bën një test të dëmit dhe interesit publik për të përcaktuar nëse dëmi i shkaktuar interesit të mbrojtur mbi sundon interesin e publikut për çosje në atë dokument publik. Kufizimi i të drejtës për çosje në dokumente publike ushtrohet në përputhje me parimin e proporcionalitetit sipas ligjit përkatës për procedurën e përgjithshme administrative. Në përputhje me këtë ligj dhe vetëm me qëllim të mbrojtjes së jetës, shëndetit dhe të sigurisë publike, sigurisë shtetërore, mbrojtjes dhe të marrëdhënieve ndërkombëtare, parandalimit, hetimit dhe ndjekjes së veprave penale në rastet kur publikimi i dokumenteve publike mund të dëmtojë procesin e hetimit, hetimet disiplinore në rastet kur publikimi i dokumenteve publike mund të dëmtojë procedurën disiplinore, inspektimit, kontrollimit dhe mbikëqyrjes nga institucionet publike në rastet kur trajtojnë informacion të klasifikuar, apo të drejtës për privatësi dhe të drejtës së fshirjes, siç njihet të drejtës për tu harruar, si dhe për shkak të konfidencialitetit komercial, siç janë sekretet e biznesit, sekretet profesionale apo të kompanisë, dokumenteve për të cilat institucioni publik apo polet e treta gëzojnë të drejtën e pronësisë intelektuale, politikave ekonomike, monetare, këmbimore të shtetit, konfidencialitetit statistikor, barazisë së palëve në procedura gjyqësore dhe administrimin efikas të drejtësisë, diskutimet brenda apo ndërmjet institucioneve publike lidhur me shqyrtimin e ndonjë çështje e cila përbën dokument të klasifikuar. Kështu, nëse ekziston një prej këtyre bozave legjitime të përcaktuara me ligj, institucioni publik mund të refuzojë çosjen dokumente publike. Megjithatë, ekzistimi i një prej këtyre bozave nuk i jep institucionit të drejtën që automatikisht ta refuzojë çosjen në dokumente publike. Në secilin rast, kur ekziston ndonjëra prej bozave që lejojnë refuzimin e çosjes në dokumente publike, institucioni publik duhet të zhvillojë një test të dëmit për të përcaktuar balancin në mes të bozës së përcaktuar ligjore dhe interesin publik për publikimin e një dokumenti të caktuar publik. Kështu, nëse interesi publik e mbivalvon ndonjë prej bozave të cilat lejojnë refuzimin e çosjes në një dokument publik, atëherë institucioni publik duhet të lejojë çosjen në dokumentin e kërkuar publik. Nëse institucioni refuzon kërkesën për çosje në dokumente publike, apo nuk përgjigjet fare ndaj kërkesës për çosje në dokumente publike brenda afatit për 7 ditëve, atëherë parashtruesit të kërkesës i lind e drejta për të ankuar në Agjencinë për Informim dhe Privatësi. Në rast se institucioni publik ka refuzuar në tërësi apo pjesërisht kërkesën për çosjen në dokumente publike, apo në rast të heshtjes apo mos përgjigjes së institucionit publik, kërkuesi mund të drejtohet me ankesë agjencisë brenda afatit prej 15 ditëve nga pranimi i vendimit për refuzim apo vendimit për aprovim të pjesëm të kërkesës për çosje. Agjencia ankesën e pranuar ja komunikon institucionit publik që ka vendosur në lidhje me kërkesën për çosje, i cili duhet që brenda 7 ditëve pas pranimit të ankesës të ofrojë përgjigje me shkrim ndaj pretendimeve të ngritura nga ankuesi. Pas pranimit të përgjigjes nga ana e institucionit publik, ose në rast të mos përgjigjes, agjencia vendos në lidhje me ankesën në afatin brenda 30 ditëve. Agjencia mund të aprovojë në tërësi apo pjesërisht ankesën dhe ta ndryshojë vendimin e institucionit publik në atë mënyrë që i lejon çosjen kërkuesit tërësisht apo pjesërisht
në dokumentet e kërkuara publike dhe e gjithë kjo në përputhje me ligjin për çosje në dokumente publike. Institucioni publik detyrohet që të veprojë sipas vendimit të Agjencisë për Informim dhe Privatësi në afat prej 7 ditëve. Në kuadër të procedurës administrative, Agjencia për Informim dhe Privatësi është institucioni përfundimtar. Ndaj vendimit të Agjencisë për Informim dhe Privatësi, Pala e Paknoqur ka të drejtë që të inicoj padi në gjykatën themelore në Prishtinë, Departamenti për Çështje Administrative. Kjo padi duhet të paraqitet brenda afatit prej 30 ditëve nga momenti kur Pala e pranon vendimin e Agjencisë për Informim dhe Privatësi. Për fund, duhet theksuar se për të realizimit të së drejtës për çosje në një dokument publik, kërkesat e qytetarëve, mediave dhe shoqërisë civile për çosje në dokumente publike kushtimisht i detyrojnë institucionet publike për ngritje të transparencës dhe llogaridhënies. Kështu, për te interesimit apo nevojave për një dokument të caktuar, kërkesat dhe ankesat për çosje në dokumente publike kontribuojnë në ngritjen e transparencës dhe llogaridhënies institucionale. Qytetari informohet lidhur me mënyrën e qeverisjes, politikbërjes dhe vendimarrjes. Cili rast ilustron këtë? Për vite me radhë, prokurori i shtetit kishte vendosur që të mbajë larg syve të publikut vendimet për hudhjen e kallëzimeve penale apo mbylljen e hetimeve. Kërkesat e vazhdueshme të Institutit Kosovës për Drejtësi për çosje në këto dokumente refuzoheshin vazhdimisht, më pastaj edhe injoroheshin. Kështu, publiku, viktimat e krimit apo palët e interesit nuk mund të ambonin përgjegjës prokurorin e shtetit për mënyrën e vendosjes në këto raste. Pas funksionalizimit të Agjencisë për Informim dhe Privatësi, IKD dhe Betimi për Drejtësi paraqitën ankesë ndaj prokurisë themelore në Prishtinë për refuzim të çosjes në këto dokumente dhe Agjencia për Informim dhe Privatësi obligoi prokurorinë të ofronte çosje në këto dokumente publike. Kështu, përballë standardit të kaluar, kur këto vendime ishin hermetikisht të mbyllura, tani më u ndërtua standardi ku këto vendime janë të qasshme për publikun e gjerë. Ky standard nuk vlen tani vetëm për IKD-n si parashtruese ankesës, por edhe për publikun e gjerë, palët e interesit dhe viktimat e krimit. Hapja e dokumenteve të ndryshme nuk është qëllim në vetvete, por synon ngritjen e llogaridhënies. Në rastin e vendimeve prokuroriale, secili prokuror do të jetë më i kujdesshëm në vendimarrje, kur e ka parasysh se ato vendime do të jenë publike. Përpos hapjes së dokumenteve që institucionet në mënyrë abstrakte i kanë konsideruar të mbyllura, kërkesat dhe ankesat për çosje në dokumente publike kushtimisht do të detyrojnë institucionet për publikim proaktiv të dokumenteve publike. Kjo pasi praktikisht më e lehtë do të jetë që të publikojnë këto dokumente, sesa t'i përgjigjen secilës kërkesë individuale. Për këtë arsye, vetë parashtrimi i kërkesave për çosje në dokumente publike dhe aplikimi i mjeteve juridike, kur kjo nuk lejohet, paraqet një hap tutje drejt transparencës dhe llogaridhënies. Kjo përkthehet në mos të fuqishme për parandalimin e korrupsionit, dukuri e cila djepin e ka në institucionet e mbyllura dhe jo transparente.